Çka është karakteristike në këtë fshat? Është i vetmi fshat ku kam dëgjuar se shumica e banorëve të cilët janë shpërngur jashtë janë duke u kthyer sërish në vendindje. Edhe pse ka shpërngurje realisht, mirë po ka një tendencë për rikthim. Për arsye se ndoshta mëse para 10 vite ka qenë problem një vend pune, në qoftë se para 10 vite ka qenë problem ekonomia për mbjetesë, tash fatmirësisht kemi nevojë të punëtorëve dhe e shohim në çdo kompani private apo publike kërkohet punëtor. Falë Zotit ke filluar edhe të rritet pagat për ato dhe ke filluar ta shohën edhe ta ndjejnë rinia se edhe këtu ka perspektiva, edhe këtu ka mundësi për të jetuar, edhe atë në qoftë se punojnë me bashorten apo me bashortin anën e kundërt, mund të kenë një jetë mesatate dhe të mirë. Jo mesatare, por mund bësh edhe një jetë luksi. Shumë ja vlen. Domethënë për punëtorin realisht mund të themi se punë ka çdo kund. Edhe ka standard të mirë jetesës. Këndvështrimin tim, me qenë se unë i takoj edhe moshës mesme, jam 44 vjet, mendoj se nuk kanë aktivitete shumë për rekreimin. Përveç që kene në fshat klubin futbolistik Besa, i cili është për të përshëndetur për arsye se rinia këtu duhet të falenderoj edhe kryesinë e klubit Besa, të cilët morën iniciativë për ndërtimin e stadiumit në fshat. Po ashtu edhe trenerin që është për fëmijë, zoti Safet Demiri, të cilët vërtet në mënyrë vullnetare kanë bërë shumë për rini që të krijojnë një atmosferë të mirëfill. Pastaj kemi shoqatën malore, gjithashtu Besa, e cila bën aktivitete. Kishim rastin këtë vit në fillim të organizojmë marshin më të bukur në fshat, që vizituan, ishin mbi 500 vizitorë. Atmosfera ishte aq festive, me këngë, me valle, kishte shumë sponsorë të cilët u kishte munguar ajo pjesë e fest që donuan, edhe kishte ngrënie, pirje, fest. Për mërgatën ishte kanë ardhur prej Zvicre, prej Austri, më e bukur se vërtet. Plus është edhe ajo fshati Qellopek ku organizon, ishte një krenari, një ndjenjë dhe me të vërtet këto manifestime duhet të jenë sa më të shpeshta që njerëzit ta mendojnë veçanërisht rinia si shtylla kryesore e shoqërisë tonë se këtu ka jetë. Jo që ka jetë, por ka një motiv për të bërë edhe më shumë. Përse duhet jetuar në fshatin Qellopek? Unë në këtë fshat jam lindur, në këtë fshat jam shkolluar, pastaj edhe për fatin tim të mirë, për 17 vite kam punuar në administratër e komunës Brevenicës. Mua nuk ka gjë më të shenjtë se fshati apo komuna, se tërë kontributin tim ja kam dhënë këtij fshati. Pa modesti, mund të them se edhe gjyshi ka qenë 40 vite plak katundi këtij fshatit. Pastaj është gjallë apo jo? Jo, i ndjeri gjyshi, pastaj si trashëgimi në mënyrë pakës me shaka, edhe babai im i ndjer, edhe ai ka qenë plaka tundi për një periudhë se ti 5 vite 6 dhe më kanë lënë si një lloj amaneti që jeta është shumë e shkurtër. Mundohu të kontribuosh për shoqërinë, të japësh maksimumin, për arsye se tek e fundit vetëm veprat ngelin, ndërsa pjesa tjetër është shumë kalimtare.